Brother Radio. Çana bërja e Francesca në fan club. Se Sabines nuk I kam fol fare. Armela kishte më shumë me ty, po nuk është se mbështeti dhe Sabina. Armela tha, mos sulmoj Francesca, më folin çika ashpër, ishte pak agresiv. Shiko, kush e ka parë videon e pa që unë I kam fol shumë butë dhe I dhash asajt pikërisht ajo gjë për të cilën unë paguam për të qenë aty, për të dhënë një opinion. Tani, opinionit e njerëzve jo gjithmonë na pëlqejnë. Po, kjo s'do të thotë që nuk do na vinë. Edhe mua më kanë bërë njerëzit shumë opinione që nuk mendojnë si më përkasin, nuk më pëlqejnë, pa ma janë opinionet e tyre. Qartë, okej. Vazhdojmë jetën. Tani nuk mund të dalim ne nga studio dhe të marrim natën e bisedave që bëhen në studio për një X temë që një publik është I interesuar për ta ditur. Mirë, pavarësisht kësaj, roli, domethënë ti në fan club, unë e di që ti je një vajzë drejt për drejt, e ke treguar edhe te bigu jot që nuk është se ta përton shumë për të thënë mendimin tënd apo për të qenë in në gjën që bën. Po nuk e di pse është ky mendimi që Francesca në fan club ngacmuese shumë e drejt për edhe me Senon pam, Ti më njeh mua, jam shumë edhe me Senon. Domethënë është ajo vajza që nuk është aq e brish sa duket, të bie Francesca. Nuk është se në thonë se I rash Senos sepse ai pati një debat të voçkël me një person edhe sa shumë janë gjëra që ndodhin aty në shtëpi, kapën prej fytysh, zihen, rrihen, bëhen, është okay. Po ti tani nuk mund të vesh në diskutim seksualitetin e dikujt në radhë të parë dhe pastaj del nga shtëpia me gjithë informacionet dhe gjithë gjën që ti ke dhe të vazhdosh të vesh në diskutim seksualitetin e dikujt, se unë prisja që ai thotë shiko bëra gabim, qartë, okay, u hiku, u mbyll si tem, po jo ai nuk u deklaru për seksualitetin. Shumë e rëndë, sepse edhe, domethënë, të njëjtën pyetje që I bëra në studio. Si do ndihesh ti, t'ia thot dikush djalit tënd, nuk është normale. Ç'na duhet ne seksualiteti e njerëzve? Duhet thënë që jeni një skuadër e fuqishme në këtë sezon të ri të fan club me Arjan Konomin, me Kiarën, me Ronaldo Sharkën, gjithashtu. Domethënë ka nisur fan club edhe ka nisur me marsh të 5 dhe kështu deri në fund. Që jemi kaq herë, t'imagjino. Shumë klikime numëroni, shumë shikueshmëri ka dhe keni komplimentet mia nga radio. Për momentin shkojmë publicitet, kthehemi pas pak me Franceskën për të komentuar ngjarjet e fundit në Big Brother Radio. Na ndiqni. 27 ora saktë ju po dëgjoni Big Brother Radio në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital, po na shihni live me Franceskën, e cila sigurisht të gjitha opinionet e saj më të rezervuar ai ka për fan clubin, po këtu na ka nderuar me ardhjen e saj sot për të komentuar ngjarjet e 24 orëve të fundit më së shumti, siç është publikuar teaseri për sonte në dark. Çfarë do të ketë Big Brother Prime sonte në dark dhe ne I hedhim një sy. Shtëpia nuk është më e njëjta. Ndarja e banorëve në dy ambiente po nxjerr në pa ndjesi të fshehura. Me të kuptoj. No? Të kuptoj. E duam vlla, janë ata. Marrëdhënie të mbetura pezu. Kush ka të drejtë? Kina shkëmbyt sa mesazhe, kur gjë ma shumë. Uthje, kontakte, marrëdhënie, çfarë nuk kuptoj. Qysh çane kuptoj lidhje. Këtë dina ç'është lidhja. Kesi. Njëm. Me një surprizë emocionuese, hyrje të reja dhe me nominimet e para, Big Brother VIP, sonte ora 21 në Top Channel. Sonte ora 21 në Top Channel, shtëpia nuk është më e njëjta. Nis ky prezantim, janë dy ambiente tani më, shtëpia edhe pjesa e akuariumit. Si të është dukur ndarja e banorëve në këto dy ambiente që thuhet në teaser nxjerr në pa ndjesi të fshehura? Me thënë të drejtën, çdo vit kur janë bërë këto ndarjet e shtëpive, gjithmonë ka sjellë shumë dinamika. Gjë më e bukur që ka ky format është di se si të trazoj ura dhe të nxjerrë reagime nga njerëzit. Kështu që unë jam shumë kurioze të shoh sonte reagimin e banorëve, sepse ajo është e gjitha. Ne mund të shohim shumë klipe, shumë gjëra, po Prime gjithmonë kur ti ke mundësinë që banorët përballen me realitetin e tyre dhe merr opinionet e tyre për të kuptuar se ku qëndrojnë ato. Pastaj në mendim se ne nga jashtë mund të shohim një gjë shumë ndryshe, pastaj kur vjen momenti që ato I jepet mundësia për të komentuar mbi veten e tyre, aty e kuptojmë se ku qëndrojnë dhe aty pastaj mund të krijojmë një opinion pak më që të kuptojmë situatën. Marrëdhënie të mbetura pezull. Për shembull, flasim për Brikenën edhe për Mateon. Mateo është
domethënë ka treguar që në hyrjet e tij që kanë patur diçka bashk, një lidhje bashk, ndërsa Brikena e prezantoi thjesht si një lidhje si një njohje vetëm me mesazhe. Tani unë nuk e di se sa të vërteta, asnjëri nga ne nuk e di se sa e vërtetë është, po sot ndoshta do kemi ca konfrontime të tilla. Po pra duhet ta shohim se është shumë e vështirë, po nuk e pam Prime-in, se kjo është ideja. Prime është ajo që na orienton se si ku qëndrojnë ato, po ne pam siç e diskutuam dhe të dielën pam disa reagime shumë të forta nga ajo në momentin që ai hyri në shtëpi, reagimi i asaj, gjithë gjëja sa shtangurisht sa keq e priti dhe pse sa do donte që të mos ndodhte kjo, e lidhte me imazhin e saj, sikur po i bëj po do të merrte një minus në imazhin e saj. Pikërisht, kështu që mbetet sot për të parë se ku qëndron ajo, a qëndron aty ku ishte në Prime-in e kaluar apo ka ndryshuar qasja e saj. E kuptoj. Ndërkohë, pati një moment Miri që lë akvariumin edhe është në shtëpi, më ndihmojnë çunat e regjis për të prezantuar klipin ku Miri mban në duar zarfin, e lexon e komunikon tek banorët e tjerë, mirë po një gjë vura re moj Francesca që shiko ta transmetoj mirë. Vëllai i madh ju dha mundësinë të riktheheshit në shtëpi me kusht që të mos flisnit me Por asnjë ju përveç me njëri tjetrin. Në të kundërt, do riktheheshit në akvarium për një kohë të Në fakt Kristi e prishi gjithë gjën. Kjo sfidë nuk u respektua nga Kristi, i cili ka komunikuar me disa nga banorët e shtëpisë. Vëllai i madh ju dërgon më njëherë në akvarium. Do me thënë nuk qëndruan gjatë, sepse Kristi e prishi këtë, po ja, shikoj pak Francesca, shikoj, nuk e dja e ke vënë reti gjatë ditës, po në full screen kishte edhe më shumë, është Selin që prek Mirin dhe Miri lëshon dorën dhe ikën. Thash, këtë video do ta komentojmë sonte në darkë. Duket sikur Selin kërkoi vëmendjen e tij, mirë po Miri nuk e di pse, i revoltuar me zarfin që lexoi, apo me ditët e qëndrimit edhe më izoluar të akvariumi, apo fakti që i mungonte dhe ndoshta Selin s'ka bërë aq sa i priste. Po kjo marrëdhënie, po si po zhvillohet në syrin tënd? Unë kam thënë dhe vazhdoj të them, është një marrëdhënie shumë të çuditshme. Është weird, është e çuditshme. I don't know. Nuk më duket tani për të komentuar vetëm këtë gjë, që për njerëzit e duan ta bëjnë Selinin viktim, apo duan ta bëjnë Mirin sikur është ai që e ka marr, besoj që është shumë i qartë në këtë pikë, mas 3 prime që i kemi kushtuar kaq shumë vëmendje kësaj teme, që ato të dy janë shumë konsciente se çfarë po bëjnë. Nuk mund ta bëjmë më Selinin viktim dhe Mirin, sepse ngelen duke i rënë Mirin sikur është e keqe që po ajo do, ai do, të dy po rrin bashkë për arsye të tyre. I don't know, do diskutojmë sot në Prime, domethënë do shohim zhvillimet e këtij jave dhe ku qëndrojnë, vazhdojnë të qëndrojnë ato me marrëdhënie me Për shembull, vajza që kisha dje në Big Brother Radio, Sabina edhe Armela, të eliminuarat nga Bigu, më thanë që nga ana e Mirit e shohim të përfshirë, pra ai ndjen për të, ne e shohim të dashuruar të dhënë pas Selin, ndërsa Selin e shohin si një thjesht lojtare në këtë histori. Se di, se tani duhet t'i marrim pak si me thënë me krip këto komente që vinë nga banorët edhe nga brenda, domethënë edhe ti vejmë në ti marrim përsipër, po dhe nga ana tjetër duhet të kuptojmë që mund të jenë edhe të djegur nga disa situata, mund të jenë edhe pak të prekur nga disa gjëra që mund të kenë ndodhur në shtëpi, mund të jenë edhe njerëz dasha keq është ndaj njëri tjetrit, dhe duan ta bëjnë Selinin të duket keq, fjala vjen, ose Mirin të duket keq kur vin nga brenda. Kështu që kjo gjë mbetet për të logjikuar nga ftohtë nga ato çfarë shohim ne dhe se si e shohim ne dhe jo gjithmonë se si e komentojnë banorët nga brenda, se është pak ajo çka është lajmi i pasdites, edhe ka tërhequr lajmi i pasdites jo në kanalet e digital, ajo çka qarkulluar në rrjet është statusi i bashortes së Mirit, që gjithashtu Alisi më ndihmon për ta treguar në çdo hap që bëm do të jem me ty. Ka shkruar bashortja e Mirit. Ti je më i forti i Big Brotherit, të dua shumë, bashorti im i jetës. Kam plot besim në çdo vendim që merr atje brenda shtëpisë. Xhelozia nuk ka vend në martesën tonë sepse është e panevojshme. Jam shumë e lumtur me ty dhe këto janë fjalët e shkruar në një status në Facebook nga bashortja e Mirit. E kemi të sigurt që është nga akaunti i asaj? Për sa kohë e kanë publikuar edhe
E kanë ripublikuar në faqen e Top Albania Radios dhe ky është një lajm që më vjen nga gazetarët e Top Albania Radios, le ta komentojmë. Qa me thonë? Qa ti themi në kësaj gjës? Tani, ajo gjatë që në fillim që diskutuar kjo gjë, e kam thënë unë gjën e parë, që kam parë një koment vetë unë nga sytë e mi, që ditët e parë që ajo ka komentuar në videon e parë që është diskutuar kjo gjë, miri më i miri. Ndërsa miri për atë është më i miri, s'kam si të habite mas nga kjo. Miri është më i miri për atë. E ka postuar në profilin e saj në Facebook, ma pohojnë gazetarët gjithashtu. Është në profilin e saj në Facebook, është një status që ajo e ka shkruar dhe kanë marrë pastaj ka bërë këtë xhiron e rrjetit dhe kjo pak minuta përpara prajmit të sotëm. Pra duket se kur ajo e mbështet, ndoshta mund të jetë edhe diçka që mund ta kenë folur me njëri tjetrin. Domethënë miri mund ta ketë vënë në dieni që unë shikoj po pata, më për arsye loje mund të bëj këtë, atë, këtë. Jo, unë kam thënë ajo është gjermane, ajo ndoshta i logjikon gjërat. Ndoshta gjermanët janë pak më logjikojnë se më edhe ftohtë. anglezët janë pak më tjetër, se duhet të marr përsipër edhe këtë gjë për shkak të anglezët janë pak më ne shqiptarët jemi pak më tradicional, pak më familjar, pak më kemi rregulla të tjera. Ne kemi edhe pse e pe. Pse pe? Për çfarë shef? Ne jemi pak më pak më të mbledhur, kurse njerëzit jashtë ekziston edhe martesat hapura. Jashtë. Francesc, mendon ti që i ka bërë shumë protagonist pikërisht ky? U bën disa ditë që flitet vetëm për për krevatin, për Selinin, për Mirin. Po pastaj pas gjithës kësaj ata sikur u përfshin në këtë histori. Ato janë të dy shumë të vetëdijshëm për vëmendjen që po marrin. Nuk janë naiva asnjëri as tjetri dhe janë shumë okay për këtë marrëdhënie që po zhvillohet. Unë nuk më bën habi asgjë këtu. Si të duket Kristi në Big Brother? I like Kristi. I like him. Unë në përgjithësi unë i kam qef banor që bëjnë rrëmuja, bëjnë zhurma, bëjnë në fund të ditës. Se këtë kujton, se këtë kujton. Po kjo është gjithë ideja e programit, se tani t'jenë gjithë ditën puçi që të shohim, na duhet edhe çik ngacmime, çik nganjëherë patjetër të gjitha teprojnë se duhet të kemi parasysh edhe kushtet në të cilën jetojnë aty, se edhe stresi, izolimi, efekt me keq, janë gjithë ato kushte që të çojnë drejt një nganjëherë gjërëlldi mendore, të 4 muaj intensive, 24 orë me njerëz që ti nuk njeh, normalisht të nxjerrë çik pak kështu, po unë në përgjithësi këto banorë që bëjnë zhurmë, bëjnë lëvizje, ngacmojnë në përshpi, unë i kam qef dhe janë shumë të nevojshme në këtë format. Hyrjet e reja si i komenton? Hyrjet e reja, apo diçka, ne do të prezantojmë tani një këngë që e bën gati Skerdi, do kemi reklama në 20:30 dhe do flasim për hyrjet e reja, për nominimet, sot ka për herë të parë nominime. Kjo është një gjë shumë interesante. Kjo është një gjë shumë interesante, do të shohim pastaj se cilët sipas teje mund të jenë më të rrezikuarit për të lënë shtëpinë. Big Brother Radio rikthehet pas pak me Elonën dhe Franceskën. Viti i ri sapo ka nisur dhe është koha ideale për një ndryshim. Max Optica ju fton të përfitoni nga oferta e madhe e muajit janar, se menduan njerëzit që mbaruan festat dhe mbaruan dhe ofertat, por jo në Max Optica, vetëm deri në 31 janar, të gjitha skeletet optike vinë me 30 deri në 70% ulje, një fushat që nuk duhet humbur. Qindra modele në ofertë nga koleksionet më të fundit për çdo stil, çdo nevojë syzen, për ditshmëri, për punë, për lexim, për të gjitha me cilësinë dhe komoditetin maksimal që ofron Max Optica, sigurisht edhe ulje në brendet më të mira të syzeve. Max Optica e keni kudo në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por edhe për blerje online është vetëm një klik larg. Franceskita, gjendesh mirë në karigën e Fan Club, duke zhbukur aty si janë marrëdhëniet me Arianin, me Ronaldon, me Kiarën, duket një energji e mirë në program. Me thënë të drejtën, unë në fillim mendova, domethënë isha i çik kështu, si do jetë Ariani, si do jetë Kiara, si do jenë këto, por në fakt të tre kemi një super kimi që është shumë e rëndësishme se sa mirë shkonim me njëri tjetrin në studio. Po sa të fshete mbajtën mi goc. Domethënë deri në moment fundit kurioziteti për të parë se kush do të ulej, kush do ta prezantonte, kush do të ishte në autorsi, ka qenë blind. Pra shu ka lezet, pra Merita kujtash, Ronaldo Sharka, diet, mjeshtri. Ndërkohë në Big Brother ka nisur edhe të flasin me njëri tjetrin për marrëdhënien e Stelinës me Kesin. A do të rikthehen apo jo bashk? Ju pa të ftuar gjithashtu në Fan Club edhe Inën që tha të vetën. Po ja, kanë filluar këto gërcëmat, që këta thashë themet si me zë të ulët, po harrojnë gjithmonë që kamera dhe mikrofoni është aty. Erselin, Lore dhe Angelo tek e komentojnë, ne e dëgjojmë edhe komentojmë dhe ne.
S'do kam besim që mund të bëjmë pasqyrë. Që mund të bëjmë pasqyrë. Ajo? Do bëhet, se kjo e prapë unë do them kam besim. Po ne tash them. Do bëhet. Do bëhet. Ua, po patjetër. Kush po e mbaj lejon? Ua, po patjetër më thotë se patjetër. Do me thonë këta i ka rregullu punën e vet. Dhe po flasim për kesin edhe për Stelinën. Mua më pëlqen shumë ideja kur Kështu, në raket. po thosha Francesca që më pëlqen ideja që një lidhje e mbetur pezull ose e mbyllur të jepet mundësia ta shohim të gjithë nesër si do të zhvillohet. Si e parashikon Tani ti? është diskutuar shumë kjo gjë që në atë shtëpi ti mund të dashurosh me një pemë. Kemi E thash edhe dje, u bosh. U bëlak motiv Shiko, kjo. e vërtetë është në atë shtëpi emocionet janë shumë më shumë se sa në jetën normale. Tani të ti jesh aty brenda, izoluar, e vetmuar, dhe të gjendesh një far afeksioni ose një mirësi nga dikush, është shumë normale që kjo gjëja të bën të afeksionohesh. Dhe nëse ti në një botë jashtë, do të takohesh me atë person një herë në javë, 2 herë në javë, 3 herë në javë për të pirë një kafe ose ku di unë, aty brenda jeni 24 orë non stop. Kështu që një muaj aty për mua është si me qenë një vit jashtë me një person dhe prandaj lidhjet janë shumë më shumë intensive. Kështu që mbetet për të parë se Mendon që do të ketë një besoj pse jo, ndërsa ka ndodhur një gjë. Nëse të pyes për çifte në përgjithësi, ti vjen nga një Big Brother, unë besoj që është Big Brother me më shumë çifte ndonjëherë. Me Lisa Meritoni, Sara me Bardhin, Heidi me Romeo. S'di kush tjetër. Po ka patur goxha zhvillime dashurore në Big Brotherin tënd. Parashikon shumë çifte në Big Brother VIP5. Se di, sepse te bigu ime për shembull, janë dhënë ato shenjat që në fillim, që në momentet e para janë kuptuar që këto persone kanë tërhiqur me këtë persone, kishin flirte, sepse sepse jeni gjithkohë bashkë të kuptohen ato shkëmbit, ato gjë. Këto po m'duken s'po shoh ndonjë kimi, me ndonjërin që mund të më duket si një histori dashurie shumë të madhe. Mbetet për të parë, se është ende herët. Kështu do thoja, ka dhe hyrje të tjera të cilat mund të trazojnë ujërat edhe më shumë. Po nëse unë ty të pyes për sigurisht që është shumë herët, e di dhe këtë përgjigjen, e di dhe këtë komentin, po nëse unë ty të pyes për finaliste dhe për një emër që nga këto që janë deri tani, që e sheh në finale dhe mund ta shohësh dhe si triumfator në këtë big. Nuk prononcohesh dot. Pikë së parë shumë herët, pikë së dyti nuk do ishte korrekte për mua si opinioniste që të them për vete që për mua është ky apo kjo dhe për mua të gjithë kanë potencial, të gjithë janë shumë të aftë, më duken secili me atë karakteristikën e vet një potencial për të qenë fitues, po kur ka patur herë të tjera në studio sigurisht ndryshon se tani je në pozicionin e opinionistes, më të lehtë ke patur, edhe të gjitha kemi patur të thonim emrat e të preferuarve ose më pak. Domethënë në këtë edicion është tjetër gjë. E ke të vështirë ta rezervosh mendimin tënd. Edhe me njerëzit që flas se kudo që shkoj, patjetër njerëzit janë shumë kurioze, për bigun ka marrë një vëmendje shumë të frikshme kaq herët si çdo vit patjetër dhe kudo që dal ka këto zonje që më ndalojnë në rrugë dhe më pyesin, janë të interesuar, duan informacione dhe jam gjithmonë shumë e kujdesshme kur jap opinionet sepse nuk dua që të ndikoj edhe në atë që unë bëj në studio. Duhet të jem sa më shumë korrekte dhe ato opinione që ti jap sa më të sakta sepse këto janë njerëz të vërtet me familje, me jetë reale jashtë dhe kur është për të thënë një gjë të fortë dhe për të dhënë një opinion të rënd duhet, por në pjesën tjetër duhet të kemi shumë kujdes. Këtë herë duhet ta mendosh 2 herë. E mendoj 2 herë. 2-3 herë me thënë të drejtë. Si e komenton Brikenën si një nga të preferuarat e publikut në BB VIP5? Mu më pëlqen gjithmonë kur femrat janë të preferuar, sepse është një gjë që nuk është se e kemi parë shumë në edicione. Kemi parë zakonisht që meshkujt kanë triumfuar në këtë preferencimin ndaj publikut dhe kaq herë të jetë një femër kaq e preferuar, më vjen mirë. Po, siç e thash, janë 4 muaj përpara
dhe balancat në Big janë një ditë je kështu, ditën tjetër je kështu. A i beson ti ndarjeve që janë bërë deri më tani Tim Miri, Tim Stine në grupimet që janë formuar, se për këtë nuk është herët, po bëhet gati. Ato më duket prap herët për të bërë këto grupimet akoma. Nuk besoj se akoma janë të ndarë tamam. E kuptoj. Mendoj që do kemi shumë surpriza përpara nga ky Big. Dhe sonte po thonim që është nata e parë e nominimeve. E nominimeve ashtu siç e ka klasikja e Biblës së Big Brother. Nominimet nxjerrin në pa shumë të vërteta, se gjithmonë qëndron kjo që ti mendon se dikush do shpëtoj dikush, nuk e shpëton, kush ngel në fund të zinxhirit, hatërmbetit, gjithmonë nominimet sillin dinamika. Kështu do shohim tani aleancat. Besoj nga sonte do fillojnë këto për të parë. Unë nga pas pak, pasi të shkojmë në këngën e publicitetin e radhës, do të pyes edhe për ato çka është kurioziteti më i madh sonte kush do dalë. Ose kë do doni të shpëtoni. Ose si e ke më kollaj. Po ka të bëj shumë kjo pyetje, ëh? Ka të bëj shumë. Ndikon shumë te a do shpëtoni a do dalin. Gjithmonë kjo kishte ajo Kleçka që është në pyetje. Mi do shkojmë tek Last Call, është Jason. Ka publicitet dhe kthehemi pas pak për disa minuta tjera me Franceskën dhe vrapojmë për në Prime për në orën 21 në ekranin e Top Channel. Belbil? Bil. What is this? I don't know. Ama e di, këtë këngë mbaj jam, unë se kisha dëgjuar para Bigut. Po çfarë thua? Po ajo bësh shumë. Ja, unë se kisha dëgjuar. Jo. Dhe pastaj normalisht mas hyrjes të Kristit shkova e dëgjova, po sa lezetshme Francesca Dridhe. Çka ka lezetshme. Atëherë, shfaqim grafikën e fundit, 12 banor janë në televotim dhe jeni ju ata që vendosni për fatin e tyre duke dërguar mesazhe nga Shqipëria, nga Kosova nëpërmjet aplikacionit. Kë doni të shpëtoni? Francesca, një mendim tëndin, kush mendon ti se është më i shpëtuari sot dhe më pak i shpëtuari? Shiko, nuk besoj se ka nevojë për koment nga unë, po është par qartë kush janë banorët më të aktivizuar në shtëpi. Dhe kjo, gjithmonë kush është më aktive qëndron në shtëpi. Pastaj ato banorë që nuk është se përfshihen shumë në debate, në kështu janë pak më të rrezikuarin Angelon, Armirin, Ilirin, Juelën, Euginin, Casey, Lore, Lorna, Mal, Selin, Stenaldo, Stine. Personalisht shoh Mal. Malin pse? Apo jo? Vështirë është. Edhe ti të vështirë që në javën e tretë është një Big i mirë shumë. Është një Big me shumë personazhe, shumë njerëz interesante. E vërtet është. Nuk edhe unë kam shumë të vështirë të. Ka goxha dinamika. Po nuk kjo muzika nuk vlen për ne. Se ne thamë jemi çik të rezervuar në opinione për të mos ndikuar tek askush. Ju e keni në dorë për të shkruar se cilin do të shpëtoni nga Shqipëria dhe nga Kosova. Votoni dhe në topvischannel.tv. Në orën 21:00 nis Prime i radhës i Big Brother VIP Albania 5 në Top Channel. Unë falenderoj Francesca Muratin që ishte me mua sot. Të uroj gjithë mirat në Fan Club, të shkëlqesh dhe të shkoni përpara ashtu siç e keni nisur. Ti dhe gjithë skuadra që punon për Fan Club. Miq të dashur, faleminderit që na dëgjuat. Natën e mirë. Ciao, dhe na ndiqni të dielën. Yes.